Sporti në zi, mbyll syt për gjithmonë ish sulmuesi i njohur. Ish futbollisti i njohur kamerunas Emmanuel Koundé ka ndëruar jetë në moshën 68 vjeçare. Lajmi u konfirmuar nga Federata Kamerunase e Futbollit, i cila e cilësoi ndarjen e tij nga jeta si një humbje të madhe për futbollin kamerunas. Koundé mbetet në kujtesën e tifozëve anemban botës për golin e shënuar ndaj Anglisë në çerekfinalen e Kupës së Botës në vitin 1990 në Itali, një ndeshje që përfundoi 3-2 në favor të anglezëve pas kohës shtesë. Ndër momentet më të lavdishme të karrierës së tij është edhe goli vendimtar në finalen e Kupës së Kombeve të Afrikës në vitin 1988 ndaj Nigerisë, duke i dhënë Kamerunit trofeun kontinental. Ai kishte fituar të njëjtin trofe edhe në vitin 1984 dhe ishte pjesë e skuadrës që mposhti sërish Nigerin në finalen e atij edicioni. Në një reagim prekas në Instagram, ish sulmuesi i Chelsea dhe Interit e përshkroi Koundén si një figurë ikonike të trashëgimisë son futbollistike. Ai shtoi: "Ai ishte një futbollist fantastik, kulla komanduese në mesfushë dhe muri mbrojtës, ku përplaseshin kundërshtarët. Ishte gjithashtu një pasues brillant dhe organizator loje me një forcë fenomenale dhe saktësi të jashtëzakonshme." Koundé ishte pjesë e luanëve të pamposhtur për 15 vite, duke grumbulluar 102 ndeshje dhe shënuar 17 gola me fanellën e përfaqësuar nga viti 1979 deri në 1992. Ai mori pjesë në 2 nga epopet më të mëdha të Kamerunit në botërorët e viteve 1982 dhe 1990. Karrierën e tij e nisi në klubin Mankobo në Kamerun, më pas luajti në Tampete de Nanga e Boko dhe Canon Yaoundé, përpara se të transferohej në Francë, ku u aktivizua me Laval dhe Reims. Pas përfundimit të aventurës në Europë, u rikthye në Kamerun, ku mbylli karrierën si futbollist me skuadrën olimpikue Mvolie në vitin 1992. Pas tërheqjes nga futbolli, Koundé vazhdoi të kontribuonte si trajner, përfshirë periudha në Francë dhe Gabon, ndërsa emri i tij do të mbetet gjithmonë i lidhur me klubin e famshëm Canon Sportif de Yaoundé si lojtar dhe trajner. Futbolli afrikan dhe veçanërisht Kameruni humbi një nga figurat e tij më përfaqësuese. Mendimet dhe lutjet e komunitetit sportiv janë me familjen e tij.